Kush është meraku që ti ke në mendimet e tua të vazhdueshme gjatë gjithë kohës? Më preokupon jashtëzakonisht media e fëmijëve. Domethënë fëmijët tanë non-stop rrin me telefon. Edhe unë lut Allahun e madhëruar që të më mundësoj t'i krijoj një kanal halal fëmijëve, sepse deshëm apo s'deshëm telefoni po rrin në duart e kalamajve. Edhe media është edukuese. Sot fëmijën tënde ke me trup në Shqipëri ndërsa mendja e tij është diku gjetk dhe kjo pjesë domethënë më shqetëson jashtëzakonisht. Normalisht ne duhet të ecim me kohën. Gjithmonë ka pasur një profesor jon, nëse ti rri statik, atëherë nuk do të thotë që tjetri po rri statik si ty. Ai po ecën dhe me kilometra. Edhe kur I shikoja projektet e tyre, një breshkë që kap disa qese që kishin ndotur lumin, ndërkohë që të tjera domethënë kanë ecur, propaganda është futur domethënë deri në detajet më të vogla domethënë të jetës së fëmijëve tan. Pra ajo që po bëjmë ne është tepër minimale, ndërsa ajo që po bëjnë të tjerët është ata non stop ecin.